Që rohu nga toka greke u shpall non grata në Greqi. Artan Hoxha më morën shenjat e gishtave dhe gazetari investigativ Artan Hoxha ka reaguar pas ndalimit të tij nga policia greke në KKVI teksa udhëtonte drejt Janinës, ku dhe nga u shpall non grata në shtetin grek. Gazetari shpjegoi momentin e ndalimit dhe tregoi se sikur ai pyeti se pse po ndodh kjo, policët kufitar grek i thanë se ishte për shkak të qëndrimeve të mëparshme kundër Greqisë. Hoxha shtoi se pasi morën shenjat e gishtve dhe plotsoi formularin e shpalljes non grata, policët grek i thanë që rohu dhe zhduku nga toka greke. Isha duke udhëtuar drejt Janinës, kisha kohë që nuk kisha kaluar nga KKVI-a dhe sapo u paraqita në sportelin e policisë greke, kuptova që ka diçka nga vonesa. Fillova të komunikoj në greqisht. Sapo e futi pasaportën për skanim, më tha, ke një problem. I thash që edhe më parë më ka ndodhur, por di që është rregulluar. Jo, më tha, dhe më tha, kalo në vijën e dytë. Shkoj në vijën e dytë dhe një tjetër polic më bëri pyetjen për prindrit sepse ka shumë me emrin Artan Hoxha në regjistrin shqiptar. Që në fillim më tha që ke pasur disa qëndrime kundra Greqisë. Lash gjurmët e gishtave, i thash që po më trajtoni si kriminal. Më tha, është thjesht procedurë. U ngrit pa pritmas, bëri gati formularin dhe më tha, do ta plotësosh këtë dhe do të largohesh nga territori grek sepse je person non grata. I pyeta për çfarë dhe më tha, për ato që ke bërë, dhe më tha që e di shumë mirë se çfarë kam bërë. Më tha që rohu dhe zhduku nga toka greke, u shpreh Artan Hoxha.